Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Uji ndotur në rubinetat e banorëve të Lushnjës sot erdhi i pastër. Sipas informacionit të marrë nga burime në ndërmarrjen e ujësjellësit rajonal Lushnjë, një defekt i shkaktuar në tubacion nga punimet për rikonstruksionin e rrugës ka shkaktuar këtë situatë. Prej disa ditësh, banorët e lagjeve Çlirimi dhe Loni Dhamo në periferi të Lushnjës janë përballur me një problematik me ujin e ndotur që vjen në rubinetat e tyre. Uji i ndotur ka krijuar situatë jo të këndshme për banorët e këtyre lagjeve, të cilët nuk janë prenoncuar edhe pse e vuajnë këtë situatë. Një defekt i shkaktuar në tubacion nga punimet për rikonstruksionin e rrugës ka shkaktuar situatën e rëndë sanitare. Sipas informacionit të marrë nga burime në ndërmarrjen e ujësjellësit rajonal Lushnjë, defekti është riparuar dhe sot uji është i pastër në rubinetat e abonentëve familjar. Për të disatën herë, asnjë prenoncim zyrtar nga ujësjellësi rajonal Lushnjë, i cili prej 2 vitesh është në varësi të ministrisë dhe jo më të pushtetit vendor. Nga ana e saj, bashkia ka informuar ndërmarrjen e ujësjellësit për situatën, pasi nuk ka shumë në dorë. Prurjet e lumit Vjosa rriten në nivele alarmuese në Fier. Rrezikohen nga përmbytja disa fshatra përgjatë lumit. Prurjet e lumit Vjos po rriten me shpejtësi dhe rrezikojnë të sjellin përmbytje në disa fshatra të bashkisë Fier me shtrirje gjatë rrjedhës së lumit. Në një prononcim për mediat, kreu i bashkisë Fier Armando Subashi ka pohuar se niveli i prurjeve në Memaliej është në kuotën e 6 metrave dhe ndërsa po shtohen nga përvoja e viteve të mëparshme teksa i afrohen kuotës 6.5 metra, fillon dhe shfaqet rreziku për zonën tonë. Teksa ka theksuar se të gjitha këto zona të rrezikuara po monitorohen në mënyrë të vazhdueshme. Përballë kësaj situate, Subashi u ka bërë apel banorëve të fillojnë evakuimin fillimisht të bagëtive në stanet e ndërtuara pranë lumit. Për fat keq, Vjosa është duke rritur goxha prurjet nga të dyja degët e saj. Nga informacionet më të fundit që kemi në Memaliaj, aty ku kemi edhe një shkallë matës, niveli pothuajse ka shkuar 6 dhe sipas gjithë përvojës son të viteve të kaluara, kur kalon 6 dhe kur i afrohet le të themi 6.5, atëherë fillon edhe shfaqjet rreziku për gjithë zonën tonë. Sigurisht është dhe ajo koha që nevojitet prej 5-6 orësh, që prurjet këtu pastaj të fillojnë të kapin maksimumin, por ajo që dua të theksoj është fakti që nofta kemi ardhur momentin që duhet fillojmë të sensibilizojmë, duhet fillojmë të njoftojmë njerëzit, kryesisht banorët që janë le të themi pranë Vjosës dhe që përgjithsisht edhe nga vitet e kaluara kanë pasur probleme. Ndofta nëpërmjet jush do doja t'i bëja thirrje të gjithë atyre që të fillojnë të evakuojnë në radhë le të themi bagëtit që mund të kenë në përstanet e tyre afër Vjosës dhe pastaj sigurisht gradualisht duke marrë masa edhe për ndonjë orjendi apo sende të ndryshme që mund të kenë të vetat. Emergjencat pranë bashkisë Fier janë pozicionuar në terren pranurës së Mifolit, me qëllim për të ndërhyrë në kohë në rast të daljes nga shtrati të lumit. Jemi në monitorim të situatës, e gjithë bashkia është në emergjencë të plot. Po afrojmë gjitha mjetet që kemi ne, kamiona, skrepa për çdo moment që mund paraqitet dhe çdo ndërhyrje që mund nevojitet në territor. Besojmë dhe shpresojmë që me masat që dhe investimet që kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve, sigurisht nuk do të kemi ato për masa le të themi që ka pasur në shumë vite të shkuara. Por ende nuk mund ta themi me siguri nëse Vjosa do të dalë apo jo. Ndërkohë hidrovorët janë duke punuar me kapacitet të plot, ndërsa nuk ka patur probleme me furnizimin me energji elektrike. Shirat e rrëmbyeshëm rrisin prurjet e lumit Vjos duke shqetësuar banorët e Kashishtit. Rrezikojmë të humbasim gjithçka për pak minuta, thon ata. Prurjet e lumit Vjosa në fshatin Kashisht në Fier kanë arritur në pikën kritike. Sipas banorëve nga mëngjesi i sotëm e deri në mesditë, niveli është rritur mbi 1 metër, duke u kthyer në rrezik real për përmbytjen e tokave bujqësore. Me këtë intensitet prurjesh, rreziku për të dalë nga shtrati është tepër i madh, thon ata, ndërsa theksojnë se një nivel të tillë uji nuk e kanë parë prej 4 vitesh. Gjithmonë jemi përballur me situata të tilla, edhe si vjet ndihet çik frika se po bën 3-4 vjet që nuk ka dalë dhe nuk ka patur rreshje shumë të mëdha shiu, edhe kemi frikë nga përmbytjet se kemi bujqësi, kemi lule shtrydhe, jemi vend bujqësor, kanë mbjell komplet njerëzit mbjelljet dimërore,
edhe niveli po i ngrihet shumë lumit, po prap në qoftë se me këtë shi që ka rënë dhe në qoftë se Greku andeja hap në port, se unë kam qenë vetë në kurbet në Konica dhe në përmeti në Qarqova, po lumi po bie prurje. Me fjalë, ne po bëjmë 4 vjet që nuk kemi patur kaq shtesë lumi, po e shikojmë që po ngrihet në ora 8-9 mëngjes deri tani po flasim ora nuk e di 12:01 sa mund të jetë e drekës së paraditës që po vërshon. Jemi të friksuar, thon banorët, pasi lumi ka vite që nuk ka shkaktuar probleme në zonë, teksa janë duke monitoruar të alarmuar orë pas ore situatën. Ndërkohë vendimtare mbeten orët e pasdites ku pritet të ketë rreshje me intensitet të lartë dhe prurje të mëdha që mund të krijojnë situata problematike. Sipas administratorit të njësisë administrative Frakull, Emiliano Braka, banorët janë njoftuar që në orët e para të mëngjesit për rrezikun e përmbytjeve, ndërsa ka theksuar se nëse lumi do të dilte nga shtrati, dëmet që do të shkaktoheshin fermerëve do të ishin kolosale. Për momentin situata është e qetë, nuk e se ka në një moment në një rrezikshmëri të madhe, por që në njerë dhe me ndihmën e Zotit, duam që mos të ketë prurje akoma më të mëdha, sepse rrezikojnë shumë sfera dhe banor, që dëmtimet mund të jenë shumë të mëdha, edhe mund të ketë dëme kolosale të fermerët, por që shpresojmë edhe me sa kemi dëgjuar, dhe përveç kësaj jemi edhe në terren, situata është e normalizuar dhe shpresojmë mos të kemi dëme dhe kjo do ishte gjë e mirë për ne dhe banorët. Ndërkohë fermerët janë duke monitoruar të alarmuar situatën në terren. Një prej tyre pohon se vjosa nëse del nga shtrati është një përbindësh i vërtet. I lutemi Zotit të mos ketë përmbytje, pasi do na duheshin 2 vite të marrim veten. Do ishte pari parushme të paktën për 2 vjet. Na kthen 2 vjet mbrapa të gjithëve si fermer. Çështja nuk është se ne nuk kemi frikë nga vjosa, se është me vërtet një përbindësh i vërtet. Ne urojmë edhe shpresojmë në Zot që të mos ketë dalje, se po doli pastaj me të vërtet ne kemi histori të hidhur me vjosën dhe në vitet domethënë më përpara, në 2015 dhe në 2017 jemi përmbytur, kemi lënë djersën dhe gjakun aty, domethënë nuk është faje asnjërit, po jemi si jetim në këtë pjesë, se kemi bërë protesta, kemi bllokuar dhe rrugë. Nuk kemi pas asnjë lloj ndihme as nga bashkia, as nga shteti, as për verifikim se çka ka ndodhur nuk ka ardhur asnjëri. Projekt buxheti 2026 dhe paketa fiskale u diskutuan sot mes debateve në Kuvend, kur kryeministri Edi Rama mori fjalën, deputetët e opozitës i kthyen shpinën. Kuvendi i Shqipërisë u mbledh sot në seancë plenare ku shqyrtoi disa projekt ligje të rëndësishme që lidhen me sistemin tatimor, fiskal dhe buxhetor të vendit. I pranishëm në këtë seancë ishte kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Seanca nisi dhe u shoqërua me debate mes deputetëve të mazhorancës dhe opozitës. Kur mori fjalën kryeministri Rama në foltoren e Kuvendit, deputetët e opozitës u ngritën në këmbë dhe i kthyen atij shpinën. Rama reagoi duke thënë se më mirë shoku rrizin e tyre se sa fytyrën. Po edhe të ankoheni për ligjin e të më ktheni mua kurrizin, sikur nuk shkon më burr. Megjithatë, shumë faleminderit për këtë lehtësim që i bëni fjalimit tim, sepse më mirë shpina se fytyra juaj. Dhe dua të them që jam thellësisht i prekur nga konstatimi i Zotit Noka. Më pas, kryeministri vazhdoi të fliste për projekt buxhetin 2026, ku sipas tij kryefjala e këtij buxheti janë pensionistët. Në ndërkohë, ky buxhet është një buxhet historik për Partinë Socialiste, sepse për herë të parë adreson në mënyrë domethënëse dhe të qëndrueshme përmes një angazhimi financiar afatmesëm prej 1.7 miliard eurosh rritjen e mbështetjes së pensionistëve. Dhe e mira e kësaj pune, që gjithmonë vjen pastaj në favorin ton, është se fjalët i merera, faktet mbeten, dhe në ndërkohë ato që dëgjojnë njerëzit nga
foltorja apo nga tryezat e këtij parlamenti kanë mundësi të vërtetojnë në muajt dhe në vitet që vinë, siç i kanë vërtetuar të gjitha ato që ne kemi thënë. Kështu që sa më shumë do thuhet që ne nuk po rrisim pensionet, aq më shumë pensionistët do të binden se nuk ka asnjë alternativë tjetër në Republikën e Shqipërisë për ta dhe për niprit dhe mbesat e tyre përveç Partisë Socialiste të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama foli sot për herë të parë për akuzat e opozitës lidhur me vjedhjen e 50 milion eurove në tunelin e Llogaras. Rama tha se kjo shifër është si 450 milion euro të incineratorëve, shifër që nuk figuron në asnjë dokument zyrtar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit sot në SPAK për hetimet për 21 janarin. Pasi doli nga SPAK, ai deklaroi për mediat se asnjë urdhër nuk është dhënë për të qelluar ndaj protestuesve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili nuk ishte i pranishëm në kuvent, u paraqit sot në orën 9 në SPAK. Berisha dëshmoi për herë të parë para prokurorëve të posaçëm lidhur me demonstratën tragjike të 21 janarit 2011, kur ai ishte kryeministër dhe ku u vra në bulevardin para kryeministrisë 4 persona pjesëmarrës në protestën e Partisë Socialiste, që ishte në opozit. Kur doli pas 2 orësh nga SPAK, Berisha dha një deklaratë për mediat rreth kësaj ngjarje të rëndë. Njeriu në detyrën e kryeministrit që u rrethue dhe ju gjuajt zyra me gur dhe plumba. Tani kuptojeni vetë se nuk flet gjë më shumë se sa kjo. Dhe 13 vite larg pushtetit nuk u thirr një herë për t'u pyetur se çfarë ndodhi me 11 janar. Kjo mosthirrje flet më shumë se çdo gjë tjetër, sepse kjo mosthirrje kishte bante vetëm me faktin se Edi Rama organizoi për epshet e pushtetit të tij protestën më të dhunshme në historinë e vendit. Kjo ishte shkaku i mosthirrjes. Autoritetet ndërkombëtare, Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka deklaruar dhe rideklaruar se në 21 janar Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Kishte agjendë dhune. Ku janë ata mbështetësit e saj? Nuk janë këtu. Ta marrin vesh atë. Pra kishte agjendë dhune. Kjo është e vërteta. Dhe pikërisht kjo deklaratë është bërë shkak që të mos thirrem unë për të pyetur në një proces për një ngjarje dramatike që u kushtoi jetën 4 demonstruesve, plagosjen mbi 120 policëve e të tjerë. Tani dëshminë time, ju mund të rrmoni sa të doni, por do gjeni ato që kam thënë. Ishte një proces normal, duhet apoj këtu prit. Në qoftë se këta që ishtë aty zhvilluan një procedurën për puthje me ligjin dhe rregullat, kjo nuk mund të thuhet për Dumanin, që po pinte kafe me kë thuhet ti, Klodiana, ta themun. Jo me pojen, po me këte të fundit, me që i mori 5 milion këte që thot Farukun, Kreshnik Farukun. Po pinte kafe me Kreshnik Farukun. Presidenti i shoqatës Nexhat, Aldo Sulollari, hedh poshtë akuzat e organizatës Mohaxhedine që e quan njeri të rrezikshëm në një deklaratë për mediat. Aldo Sulollari, gazetar dhe presidenti i shoqatës Nexhat, shoqat për integrimin e komunitetit iranian në Shqipëri, ka dhënë një deklaratë në lidhje me akuzat nga organizata Mohaxhedine ndaj tij dhe shoqatës që drejton, duke e quajtur njeri të rrezikshëm. Përshëndetje, unë jam Aldo Sulollari, gazetar, moderator, producent filmash, por së fundmi dhe presidenti i shoqatës në kuadër të integrimit të komuniteteve të huaja
Në Shqipëri, përkatësisht komunitetit iranian, të cilët janë të dezertuar nga kampi Mujahedin në shoqatën e gjatë. Në fakt, në këtë kronik dhe në këtë deklaratë për mediat më lind nevoja për të reaguar kundrejt disa akuzave që organizata Mujahedine ka shkaktuar ndaj figurës time, por dhe shoqatës time. Pretendime të llojeve të ndryshme, të cilat më paraqesin në mënyrë të pavërtetë si person i rrezikshëm, janë produkt i një fushate shpifjesh, e cila buron nga fakti se aktivitetet e mia kulturore, sociale dhe integruese bien ndesh me politikat e izolimit të vetë organizatës Mujahedine. Ndërsa unë punoj për integrimin, transparencën dhe mbështetjen e refugjatëve në Shqipëri, por dhe situatave të ndryshme kulturore dhe artistike, organizata Mujahedine vijon të mbajë anëtarët e saj të izoluar dhe të shkëputur nga jeta dhe veprimtaria sociale dhe institucionet ligjzbatuese dhe çdo dispozitë normative ligjore. Akuzat e tyre përfshin detaje të sajuara dhe një vendodhje të rreme deri në etiketime nënshmuese për moshën time, për ardhin time apo dhe rolin tim publik. Ato bien ndeshje në kontradikt hapur me vetveten, duke pretenduar se një i huaj nuk mund të mbështesë shoqatën e gjatë pa pagesë, ndërkohë që vetë përdorin kategori të tilla si standard të tyre, duke thënë se ata punojnë vullnetarisht. Kjo tregon se logjika e tyre nuk bazohet në fakte, por në paragjykim, mungesë respekti dhe tentativë për diskreditim. Gjithashtu, organizata Mujahedine pretendon se zotëron prova, por burimet e tyre janë thjesht të pasupozuara, deklarata të ricikluara apo foto të publikuara nga vetë ne të marra jashtë kontekstit. Në momentin që unë kam bërë një deklaratë në rrjetet e mia sociale, ata i kanë marrë këto deklarata dhe i kanë kthyer sipas interpretimit të tyre. Për të gjitha udhëtimet dhe aktivitetet tona ekzistojnë dëshmi zyrtare, foto, video dhe dokumenta të cilat tregojnë qartë transparencën e punës tonë. Për më tepër, çdo aktivitet që bëjmë, ne njoftojmë Policinë e Shtetit dhe Komisariatin më të afërt në mënyrë që çdo veprimtaria jona kulturore, artistike dhe çdo prodhim që ne bëjmë në kuadër të refugjatëve të bëhet sipas çdo dispozite normative ligjore. Për më tepër, gjua nënshmuese që përdorin ndaj meje si shqiptarë dhe ndaj popullit shqiptar në tërësi është e papranueshme dhe cënon vetë vendin që ata i ka strihuar. Kjo sjellje dëshmon një qasje arrogante ku vlerat njerëzore, të vërteta dhe digniteti zvendësohen me propagandë dhe motive të tjera që nuk kanë lidhje me realitetin. Në këtë kontekst dua të theksoj se terrorizmi nuk lidhet me mua apo me shoqatën time, por me një akuzë absurde që bie ndesh me çdo fakt të jetës time profesionale dhe publike. Shpifje dhe sulmet e tilla nuk mund të tolerohen dhe për këtë çështje nëpërmjet avokatit tim zotit Pëllum Zallumi do të ndjekim të gjitha anët procedurale ligjore përkatëse pranë institucioneve të drejtësisë. Unë mbetemi përkushtuar ndaj misionit tim, mbrojtjes së drejtave të refugjatëve, integrimin e tyre social, kulturor, ekonomik në Republikën e Shqipërisë, transparencën dhe dialogut hapur. Propaganda nuk mund të ndalë dhe as të deformoj punën time dhe zhvillimin tim profesional në këtë shoqatë. Ftoj publikun dhe mediat të informohen me burime të verifikueshme dhe të mos bien prej manipulimeve dhe të kërkojnë gjithmonë fakte dhe jo një narrativ të fabrikuar sipas interesave të njërës anë. Së fundmi dua të shtoj se unë drejtoj një shoqatë krejtësisht ligjore dhe me një program të posaçëm, me akt themelimi dhe të regjistruar në gjykatën e rrethit gjyqësor në Tiranë. Veprimtaria ime është krejtësisht humane dhe siç theksova dhe më tej, dua të mbështes këta individ në kuadër të drejtave të njerëzit sipas Kartës Europiane. Ju falenderoj shumë, ndërkohë ju ftoj të gjithëve që të ndiqni të gjitha aktivitetet tona me dëshirë më të madhe për të integruar popujt e të gjithë botës në Shqipëri, sepse Shqipëria ka hapur portat për të gjithë refugjatët që kanë nevojë për mbështetjen e Shqipërisë. Faleminderit shumë. Kam ndjekur si thuash aktivitetin ligjor në Shqipëri sa i përket statusit, akt themelimit që ka çdo shoqat në përputhje me ligjin shqiptar. Për këtë aktivitetin e kësaj organizate unë kam marrë pjesë duke përfshirë në dokumentacion ligjor tyre, kam marrë pjesë në shumicën e aktivitetit që organizohet nga Aldo, që Aldo është vërtet është kryetari i shoqatës, por Aldo mbas ligjit funksionon me asamblen e kësaj organizate, për organizime, për evente i bën mbi bazën e ligjit për shoqatat me votim të hapur për çdo aktivitet. Pra duke zbatuar rreptësisht programin dhe aktin e themelimit. Tema kundër dhunës, tema për humanizmin, për mirësinë, gjëra domethënë që kanë lidhje jo vetëm me programin e kësaj shoqate, por edhe në mënyrën më të zgjeruar vetëm në sensin ligjor dhe human. Ne jemi detyruar nëse ato ose duhet kërkojnë falje ose ne jemi detyruar pastaj që të ndjekim rrugën ligjore, duke bërë kacime penale, madje edhe paditësibile,
Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.